Kjo fundjavë do të jetë pushim për ekipet e kampionatit të kategorisë së parë në futboll për shkak të ndeshjes së fundit kualifikuese që do të luajë ekipi ynë kombëtar të dielën në Tiranë ndaj Anglisë. Megjithatë, skuadrat e kampionatit të futbollit shqiptar kanë vijuar rregullisht stërvitjen. Ekipi i futbollit Bureli ka zhvilluar pa ndërprerje seanca stërvitore për të mbajtur gjendjen në formë për ndeshjen e javës së ardhshme. Të mërkurën do të zhvillohen ndeshjet e fazës së dytë eliminatorit të Kupës së Shqipërisë. Në këtë fazë, Boreli do të presë në shtëpi ekipin e Kastriotit të Krujës. Sa kaq, mbrojtësi i skuadrës matjane Endri Kastrati është optimist për ta kaluar edhe këtë fazë. Megjithatë, vëmendje maksimale sipas Kastratit ka ndeshjet e kampionatit, ku ekipi matjan do të presë në javën e ardhshme kryesuesin e kategorisë së parë Skënderbeu. Gara në kategorinë e parë është mjaft e fortë këtë vit, pasi ka shumë ekipe të forta. Synimi jonë është arrim play-offin top 6 dhe mos e nejt shohim çfarë do të ndodh. Për ndeshja radhës e kemi të mërkurën për kupë me Kastriotin, ku jemi të vëmendshëm dhe jemi stërvitur mjaft mirë që të kalojmë në rondin tjetër. Pastaj për ndeshjen e Skënderbeut ka kohë ta përfundojmë këtë me Kastriotin për kupë. Pse mos ta kalojmë të ikim të lozim me ekipet Superligës? Normalisht kampionati është më i rëndësishëm se kupa, po pse mos kalojmë tutje edhe në kupë? Vazhdojmë me teorinë pozitive. Ndeshjet e Kupës së Shqipërisë janë me eliminim direkt, ku ekipi që do të kalojë në fazën tjetër përcaktohet nga e vetmja ndeshje që luhet mes tyre, në rastin konkret mes Burelit dhe Kastriotit, ndaj le të shpresojmë në një fitore të mundshme.